Nën patronazhin e presidentës së Republikës Vjosa Osmani është mbajtur akademi përkujtimore kushtuar ditës së veteranëve të betejës së Kosharës dhe ditës së rënies së heroit të Kosovës Ali Çekaj. Duke qenë se presidentja organizoi këtë akademi, në emër të saj foli këshilltari ushtarak Seferi Sufi. Sufi tha se Sali Çekaj dhe bashkëluftëtarët e tij prin një epoke që kishte për mision jo vetëm çlirimin e atdheut, por edhe çlirimin e ndërgjegjës sonkombëtare. Kosharja, ajo betejë që theu kufit me armë, theu njëherë e përgjithmonë edhe kufit e frikës në shpirtin tonë. E kur Agim Ramadani ra, Sali Çekaj nuk u thyje. Ai u rrit me dhimbjen që vetëm një vëllai i armës mund ta ndjej, ai mori flamurin e përgjakur dhe marshoi përpara deri në fund. Milazim Manaj ka folur për jetën, veprën dhe aktivitetet kombëtare të heroit Sali Çekaj. Trani Agim Ramadanit, katonës, ishte humbje që nuk kompenzoi. Sali Çekaj fton për betim ushtarët që po luftojnë në këtë drejtim të luftës dhe i thret me zë të lartë. Aty ku ka rënë gjaku i Agim Ramadanit dhe i bashkëluftëtarëve të tjerë, nuk ka përshkel më kur qizme e armikut. Mbesa e heroit Sali Çekaj Leona Berisha tha se çdo gjë të i kalohet kur merrem përballë sakrificat të ushtarëve të lirisë. Shteti ynë Kosova dhe siç pritej përballet me sfida të përditshme, të cilat sipas neve në thellë mund ta përballohen çdo herë, duke marrë inspirim nga veprat e ushtarëve të lirisë. Kjo është njëra nga aktivitetet e shumta që mbahet për çdo vit në kuadër të ditëve të Shqipës.